Ore, po këtë Edi Rama pas ka qenë njëri çuditshëm jau, në Evropë të gjithë duan edhe mbrojnë. Në Shqipëri të gjithë urrejnë, po s'kan se çfarë bëjnë. Të rrujnë trapin. Ky pas ka qenë njeriu më i çuditshëm. Shkon edhe u jep diellën opozitës, parlamentit të merren me diellën. Edhe Evropa me diellën po merret. Nuk di të shpjegoj se çfarë ndodh në Shqipëri, edhe çfarë opozite, edhe çfarë mediash janë. Unë uroj që Veliaj Erioni të dali pa fashtëm nga burgu. Uroj. Jam lodh gjithë jetën me çdo lloj pushtetari, udhëheqësi që kemi. Si thonë, qendror e lokal. Për jetë jetove, sa maj men në dalin hajdut, në dalin të korruptum, shesin interesat dhe dhajot, për një karrike, shesin karrikën për interesat veta, nuk e kuptoj. Por ajo që më shkatron është media, janë gazetat, është televizori, gjithë kanalet televizive. Ja, por shifja para 1-2 netëve, një mhillje kishte, Erlam duket, Erlam Hilli. Edhe kishte ftu aty, po flisin, kishte ftu një 4-5 vet aty. Edhe po flisin për këtë gjoja padin ankesën, anketimit, thokin këta, ka anketu, që ka çu në gjykatën kushtetuese. Edhe po flisin këta gjoja të shpjegojnë popullit në media, në televizor, kur ftohen njerëzit, ftohen që popullit që shef lajme, që shef televizorin, ti thjeshtësohet, ti qartësohet, ti bëhet e kuptueshme çfarë po ndodh. Edhe një gjë që është shumë e sofistikume. Njeriu kur del në televizor, edhe po flet para popullit vet, e bën të thjesht, e thjeshtëson ata që të kuptoj madh i vogël. Edhe barju në Manës, edhe profesorin në Tiranë të kuptojnë. Po këto, kur i dëgjon aty, këto idiot që thritën për kanale televizive, këto gjon më të thjesht, elementare, komplikojnë është dhe me lafe stërhollojnë është e fjala, edhe ti nuk e merr vesh se për çfarë po flasin. Arsyeja, unë mendoj, është se ata nuk janë të qartë me veten e vet. Ata nuk e dinë vetë se për çfarë po flasin, se kuptojnë pse po flasin, por kanë qef dalin në televizor. Këto të gazetave të mushin atë kanalin televiziv, të mushin emisionin. Këto që thërritën të na shesin të nëllik që dinë pës dinë që po flasin. Ja, për shembull, ky që fliste i pari, thoshte që Erioni e ka çu këtë Velia, e ka çu në gjykatën kushtetuese, edhe me që e ka çu në gjykatën kushtetuese, Begaj, ky presidenti kukull, që nuk duhej ti njifte, ti aprovonte, ti konfirmonte, çfarë boni ky zgjedhjet. O Zot, o qesharaklik. Se gjoja është të shkel një drejt kushtetuese këtij të Erjan Veliajt, që ka shkërku e pas ka shkërku Edi. Çdo gjë që ato thonin, jo vetëm që s'është e sakt, se ato s'dinë se për çfarë flasin, e jo më të jetë ligjore si që thonë ata.
Erjon Velia në radhë parë nuk e ka shkarku kryeministri, nuk e shkarkoj qeveria, nuk e shkarkoj gjykata, e ka shkarku pushteti lokal, e ka shkarku vetë bashkia, njerëzit e bashkisë në mënyrë administrative, për asnjë lloj shkelje ligji, thjesht e kanë shkarku sa i mungon në bashki dhe ka mungu për një kohë të gjatë. Këto janë blau, aty kur janë bashki, demokratë e socialistë, dhe kanë votu, edhe kanë shkarku. Këtu s'ka asnjë të drejtë kushtetuese që është shkel që shkojnë ata ke një ligj 105, 115, nuk e di se çfarë flasin. Ky ligj kushtetues do t'ishte çfarë ndodh? E them që Erjon Velia është kundërshtari i Edi Ramës, ose ishte i Partisë Demokratike, edhe është jashtë hap një çështje hetimore, është apo s'është në burg nuk ka rëndësi, po jashtë hap një çështje hetimore, them që është jashtë. Edhe mlidhet Këshilli i Ministrëve, vjen kryeministri edhe thotë ta shkërkojmë. Ai shkel kushtetutën për arsye se këtu Erjon Velia shkon çdo ditë në punë fjallavje, nuk është arrestu, por i është hap një çështje hetimore, dyshohet dhe është në hetim se mos ka bo korrupsion. Akoma nuk e dim të vërtet, akoma s'ka dalë në gjyq, shkon për ditë në punë, gazetat flasin, qeveria nuk mundet ta shkarkoj për arsye se shkel kushtetutën, sa i duhet presupozohet i pafajshëm. Pra, presupozohet i pafajshëm në qoftë se thjesht dikush e ka kallëzuar në një gjykat, bëhen hetimet, kryeministri thotë ta shkarkojmë, fut hunët në pushtetin vendor, lokal, si quhet kjo, edhe i shkel një të drejtë kushtetuese, për arsye se ai nuk ka dalë, akoma që është i fajshëm. Këtu, në qoftë se kryeministri, qeveria, e shkarkon ata, sepse ky thjesht dyshohet që është përfshi me korrupsionin, atëherë kemi të drejtë që ta çojnë në gjykatën kushtetuese, edhe gjykata pastaj të pezulloj atë që quhet vendimin që ose ka fuqi vendimin e kryeministrit duhet të ketë, për arsye se kryeministri nuk mund të shkarkojë, besoj unë, thjesht sepse ka hetime. Por këto po flasin për budulliqe që nuk ka burr nënë t'i kuptoj. Erjon Velia nuk është shkarku nga kryeministri, është shkarku nga bashkia. Njerëzit e bashkisë nuk e kanë shkarku atë se ai është kriminal, nuk e kanë shkarku atë se ai është i korruptum, nuk e kanë shkarku atë se ai dyshohet se këta dyshojnë që me gjithmonë do dalë i fajshëm. Thjesht e kanë shkarku se ai nuk është në punë. Edhe në qoftë se mungon më shumë se 3 muaj, është një rregullore me sa di unë, që bashkia, njerëzit e vet, kanë drejt ta pushojnë se duhet njëri në pushtet. E kanë dhafin aty në krye të bashkisë. Atëherë në momentin që është shkarku Erjon Velia jo nga Edi Rama, ore mund të jetë Edi që i ka porosit këta. E them që pas ka porosit duhet të ketë porosit edhe Berishën për atëherë. Duhet të ketë porosit edhe njerëzit e Berishës që kanë votu të hiqet. Po s'ka rëndësi. Kushdo që është më pas skene, ato janë dëshimet e tona, ato janë gjithmonë hamendjet e tona. Ajo që është fakt është se bashkia të djathët majt e kanë shkërku Erjon Velia. Atëherë Tirana është pa kryetar bashkie. Atëherë kryeministri, si kryeministri i gjithë vendit, ka të drejtë, mendoj unë, edhe në qoftë se nuk është në kushtetut, nuk besoj që t'jetë jo kushtetuese, përkundërsi është për të mirën e Tiranës, për të mirën e Shqipërisë, që të bëhen zgjedhjet sa më shpejt që Tirana
mos metet pa kryetar bashkie. Pra Edi nuk e ka heq. Ai nuk mund të çojë dot. Ore, unë nuk kam problem me Erion Velin. Erion Velia nuk është avokat. Unë problemin e kam me këto idiotët e Erion Velis, këto avokatët e Erion Velis, që kanë çu këtë problem në gjykatën kushtetuese ku s'ka asnjë shkelje kushtetuese. Ka shkelje administrative, ndoshta mund të nkohet ky Erioni, për avokatët duhet marrin përgjegjësi. Avokati nuk guxon të hap çështje friviloze që s'kan merita, që s'kan baza ligjore. Avokati duhet të di këta. Avokati duhet të heqet licencën në qoftë se hap një çështje ku është fare qartë që s'ka bazë ligjore. Avokati i hiqet licenca për mos kompetencë, që nuk është kompetent, i hiqet licenca në vend, duhet i hiqet licenca, i hiqet në çdo shtet. Ati avokati që hap një çështje që bën themi ne, që s'është çështje për gjykatën kushtetuese. Pra duhet i hiqet licenca më njëherë për mos kompetencë në qoftë se hap një çështje që s'duhet hap. Edhe njëherë, në qoftë se Begaj ka konfirmu aprovu çka quhet presidenti këtu nuk ka bo asnjë lloj gabimi dhe nuk ka asnjë shkelje kushtetute, po edhe sikur të ketë jurisprudenca pra ligjet, gjykatat njohin diçka që quhet utilitarianizëm. Utilitarianizmi është kur nga njëherë gjykatët, administratët, qeveria, njerëzit marrin vendime që ndoshta ligji nuk i aprovon, ligji mundet edhe të mos i pranoj, por që janë të mirën e vendit, që janë të mirën e kombit, që janë të mirën e popullit. Ti japësh për shembull Tiranës një kryetar bashkie kur ka gati gjysmë viti që s'ka kryetar bashkie, edhe mund dojë edhe një gjysmë viti tjetër apo një vit deri kur të dalin në gjyq Erion Velia dhe sillet ky problem, ti japësh këtë, ti si bën dëm Shqipërisë, ti si bën shtetit shqiptar dëm, përkundër se i bën të mirë, mos e japësh këtë, ti bën dëm. Atëherë pse në kohën tek Begaj? Unë nuk arrit të kuptoj, këtu s'ka shkelje kushtetute. Unë besoj që kushtetuta, ajo gjykata kushtetuese duhet kishte me njëherë, urgjentisht ishte mbledh, të shqyrtonte nëse ky anketimi, kjo ankesa e Erion Veliajt, paraqet me gjithmonë shkelje kushtetuese dhe si dhe pse. Erion Velia mendon që kushtetuta është shkelje drejta e tij, që ka shkel neni 105 ose 115, sepse ata ka heq kryeministri. Në radhë të para i s'do jetë kurrë në gjendje të vërtetoj në gjyq edhe në qoftë se e merr këtë çështje gjykata kushtetuese që ata e ka heq Edi Rama. Nuk ka përcjen kurrë në gjendje të vërtetoj për arsye se është votu në Bashkinë e Tiranës. Kanë votu njerëzit me të cilët ai ka punu kaq kohë, edhe nuk kanë fol keq për Erion Velian, përkundër se kanë fol me respekt, por kanë thënë thjesht është një çështje administrative. Ai nuk është në punë, duke mos qenë punë, ky vend ka nejtë bosh, me qenë se ka nejtë më shumë se sa 3 muaj, atëherë duhet zëvendësu, se kështu janë ato rregulloret e mrenshme, mund të jetë në ligj që duhet zëvendësu. Edhe sikur të ketë shkel ligjin bashkia, atëherë ti duhet shkosh edhe hedhësh bashkinë në gjykatën administrative. Çfarë ndodh në qoftë se bashkia ka abuzu këto edhe e shkelën me pa drejt? Kryetari i qeverisë, Edi Rama, nuk është gjykatë peli, edhe sikur bashkia të ketë bërë gabim, edhe sikur bashkia të ketë shkel e abuzu ato rregulloret e mrenshme të saj, Edi
për vetën e tij s'ka bë gabim, sepse ai masi ka heq bashkia, kërkon zgjedhje të reja të parakohshme që bashkia të ketë një pushtetar. Del bashkia ajo që qohet në gjyq, në gjykatën administrative, edhe në qoftë se gjykata administrative konstaton se pavarësisht që rregullori që ka shkel nga Arjan Velia se s'është paraqit në punë më shumë se 3 muaj, ato prap nuk duhet të hiqin, atëherë dëmshpërblimi i jepet Arjan Velias, jo duke i dhënë postin që është dhënë një tjetri, por dëmshpërblehet në forma të tjera që është gjykata të, si thonë, të arsyeshme. Pra, edhe një herë vlezër e motra, mos lini njerëzit t'ju keq informojnë, t'ju në qoftë se jeni të interesuar. Këtu nuk ka asnjë lloj shkelje kushtetuese, nuk është të mohu asnjë drejtë kushtetuese Arjan Velia. Arjan Velia fluturon, nuk është faji i Arjanit, është faji këtyre avokatëve, fluturon me presh në bëthet, më falë se unë e përdor gjuhën keq, po fluturon me presh në bëthet, kur mendon që është shkel një drejtë kushtetuese, nuk ka kushtetut edhe ligj që të mbron ty nga vendimet e nënpunësve tuaj, se këta janë gjithë kanë qenë nën Velian, pra është ajo që ti i ke pas nën vete, edhe të kanë heq, edhe s'kanë thonë një fjalë të keqe, vetëm thjesht se ti si e në gjendje të shkosh në punë. Edhe ti thu që treni le të eci pa timonier, makina le të vdesi timonieri, ai shoferi makinës aty, nuk prishpun që në kalamaj edhe non me fëmijët e mrapa, mos t'hill dhe askush nga mrapa aty të timoni, po ta lejnë të eci, se karat fikët ndoshta s'ka vdek, ndoshta do t'i masin pulsin e kur t'bjerë në Gremin Tirana. A pra, edhe si kur vlezër e motra, ja, kushtetuta të shkilet këtu, edhe si kur e drejta kushtetuese e Arjan Veliet me gjithmonë tjetë shkel që sa shkel, Begaj, ky presidenti kukull, këtu nuk ka bë asnjë lloj gabimi, përkundërzi ka bën një veprim të duhet rrokitshëm si burr shteti në këtë rast, në të shumtën e rasteve mos më pëlqen, po këtu s'duhet më hu ajo vlera që ai ka pas, për arsye se ai mund bënte një gabim kolosal, të thoshte kryeministrit që avokatët e Arjan Veliajt e kanë hap çështjen në gjykatën kushtetuese, edhe kjo mund mi lidh durët, për arsye se duhet të marrë rreth përpara vendimi nga gjykata kushtetuese, edhe sikur Arjan Veliaj të jetë gabim, edhe sikur gjykatësit e Arjan Velia të jenë gabim, do thoshte presidenti, tash ne do presim çfarë do thotë gjykata kushtetuese. Në qoftë se gjykata kushtetuese thotë që çështja rrezohet, mbyllet, as i quhet, Arjani s'ka drejt, atëherë mbi kërkesën prapë të thoshte presidenti Edi Ramës dhe unë e provoj. Po të bonte këtë, ai do të bonte një gabim kolosal, ai nuk do të ishte njëri që në raste të veçanta kur adheu i thret kushtetarët me marrë vendime, ndoshta edhe mbi kushtetutën për të mirën e adheut, ai duhet të bëj edhe ka bësh për të mirën e Tiranës. Opozitarët nuk e di pse grintën, nuk e di pse bëjnë shamat kat, është çuditshme, është si një ushtri e një komandanti idiot që e din, për shembull, që nuk e merr dot atë front, edhe i çon ushtarët të vritën e të sakëtohen kot. Pra, edhe një herë, nuk mund shkosh e të ngresh kalamajt e kopshtit, të marrin gurë dhe llasiqe, e të dalin përpara ushtrisë me raketa, edhe të gjujnë tankëve njerëzit që janë për tanke, për arsye se të bën krimç njerëzor.
Këto opozitarët e PD-s po ngjanë si kalamaj shpif, që po humbin çdo lloj debati, që hynë në debate kur s'duhet hynë, që sulmojnë kur s'duhet sulmu. Për shembull, po të mos e hiqte Edi Ramën, këto të PD-s bashkë me Sali Berishën do çirreshin pse sa ka heq kriminalin është në burg. Po e hoqi pse ka hoqë dhe pse i aprovoi ai Beka këto zgjedhjet. Vëllezër e motra, opozita, kjo lloj opozite që mendon se vetëm duke u qirë e ulurit kundrejt çdo lloj vendimi qeveritar, merr vlera, ato vetëm që po e bastardojnë edhe diskreditojnë vetveten gjithnjë më shumë, edhe vetëm po e rrisin Edin se janë miran edhe janë idiot. Edi, me këtë medje që ka Shqipëria, me këtë gazetar që ka Shqipëria, me këto që quhen komentator që ka Shqipëria, edhe me këto parti opozitare dhe me këto idiot që vetëm dalin e bërtasin e ulërasin edhe kundërshtojnë çdo gjë. Vëllezër e motra, ne kemi në të gjithë në shtëpitë tona, në farafisin ton, edhe njerëz janë të PD-s, edhe njerëz janë të PS-s. Na njëherë njerëzit e tonë, vëllezërit, motrat, kushërit që janë me PD-n, kanë të drejtë për diçka, nga njëherë kanë gabime për diçka. Në qoftë se çdo gjë që kundërshtari jot në Partinë Demokratike në parlament është e kundërshtueshme, e luftueshme, me kaq zjarr, me kaq, si thon, eksitohesh, atëherë diçka nuk është në rregull me këtë opozit. Për arsye se jo çdo gjë duhet luftu gjithmonë e në çdo kohë, sepse pastaj nuk ke më pikë vlerë dhe nuk besohet asgjë, edhe kur ngrihesh për diçka që mund të jetë madhore. Për shembull, që ne nuk jemi sa duhet akoma në krahun e Kosovës kur është problemi Kosovë-Serbi, ose ne nuk po bëjmë atë sa mundim ndoshta të bëjmë që të frenojmë ikjen e shqiptarëve nga Shqipëria. Unë nuk du kthimin atyre që kanë hik, por nuk du zbrasjen e Shqipërisë. Mirë, për këta nuk do të besohen, në qoftë se ti për çdo gjë, më falni për shprehjen, për çdo porth që do bëj Edi, në qoftë se do dilni të lorisni, e do dilni të bërtisni, s'do të merrni më përpase dhe kur keni një diçka serioze që duhet megjithmonë kundërshtu. Ju shikojeni më opozit idiotësh, në qoftë se një lloj programi, një lloj projekti, jo vetëm që nuk duket aq i keq për Shqipërinë, për shembull, por përkrahet nga Evropa, pse dilni kundra? Për arsye se Edi ju tall, ju bën shurën për sipër, ato në parlament ju heqin mikrofonin, nuk lën të flasin, edhe Evropa nuk ju mbështet. Pse diskreditoheni edhe boni atë që nuk duhet të ishte, e boni mret. Sami Gjoka ju përshëndet.